Të dashur shqiptar, a keni bes apo s'keni bes? Sepse unë zbulova që në dimale ekziston ora më e vjetër diellore. Dhe fjala dimale lidhet me fjalën ilire disexte, që do të thotë dy gjashta. Dhe kjo ndodh vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën kelte. Fjala 40 është në gjuhën kelte dhe në gjuhën shqipe, dhe më thënë në gjuhën prygase të Epirit, 40 me 2 njëzeta. Po ashtu edhe fjala 12 për 12 orët është në gjuhën ilire, në dimale, disexte, dy gjashta. Dhe sexte është origjina fjalës gjashtë në shqip. Zbulim madhështor, komplet i papritur është bërë sot nga unë, dhe nga e mora unë këtë tekst të dymales. E kanë grabitur universitetet amerikane nga puna e jashtëzakonshme e Burhan Dautajt. Nuk ishte njohur puna e tij madhështore nga universitetet amerikane. Ky duhet kishte marrë çmimin Nobel sepse ka zbuluar orën më të vjetër diellore në Europë dhe ndoshta në botë, në dimale. Dhe fjala dimale pra nuk do të thotë dy fije leshi, është hija e malit, dimale. Ndarja e ditës në 6 orë para dite dhe 6 orë pas dite. Deri tani amerikanët mendonin se këto ishin 12 muajt dhe Apollo në këtë tekst përfaqëson diellin një herë në vit, në 12 muaj. Jo, kjo ishte orë diellore dhe këtë orë diellore e ka zbuluar pikërisht profesor Dautaj. Asnjë se di në botë. Tani do të tregoj unë artikullin që kam gjetur origjinal të vitit 1971. Të botuar prej tij e kam gjetur. Do ta shikoni që është orë diellore e zbuluar prej tij në dimale dhe askush nuk e di. Amerikanët marrin zbulimet e Dautajt dhe pastaj ftojnë në leksionet e tyre ku shpjegojnë që shqiptarët kanë lindur në theth. Në theth ku nuk banojnë as ujqit. E kuptoni apo jo se çfarë çmendurie po jetojmë sot? Unë të gjitha të dhënat i kam marrë nga universitetet amerikane. Kjo nuk është në faqen e Akademisë së Shkencave, duhet ishte aty. Ky tekst gjithashtu është në Akademinë Franceze, sepse francezët i mbrojnë këto monumente nga vetë shqiptarët, që ta dini ju, dhe këto botime do të ishin pra në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Janë në faqen e Akademisë Franceze. Aty kam marrë. Aty është artikulli i Burhan Dautajt për orën diellore që francezët se kanë përkthyer në frëngjisht. Është vetëm në shqip dhe se ka ditur njëri, absolutisht në botë. Ta shikojmë bashk zbulimin që kam bërë në vitin 2025 para disa orësh për orën diellore, e ka bërë në vitin 1971 Burhan Dautaj. Dhe ne s'dim gjë fare. Të dashur shqiptar, marr vesh nga interneti që ka vdekur Burhan Dautaj, arkeologu më i madh i Shqipërisë, nuk është Neritan Ceka, dhe zbulimet e Dautajt janë përvetësuar nga familja Ceka, të cilët janë pasuruar me miliona euro kanë marrë nga Fondi i Bashkimit Evropian. Për të vërtetuar që shqiptarët në fakt s'kanë ekzistuar në Shqipëri. Ky është qëllimi i familjes Ceka. Ndërkohë që Burhan Dautaj ka zbuluar edhe qytetin e lashtë Olimpe, qytetin e Olimpit, atje ku janë bërë lojrat olimpike, pra në Shqipëri, për herë të parë, dhe jo në Greqi, dhe qytetin Dimale, aty ku është bërë ora e parë diellore të dashur shqiptar, dhe këtë ka zbuluar pikërisht ky arkeolog i shquar që ne nuk e dinim fare. Pra, ai jo vetëm i ka zbuluar, po ka shpjeguar që kjo është ora diellore, dhe asnjë në botë nuk e di, sepse shqiptarët merren me Sali Serbin, Edi Romin, Evgjitët, Jevgat, Sudet, dhe nuk e din që ky ka qenë gjiganti i vërtet i arkeologjisë që zbuloi i pari orën diellore ilire. Të jeni të sigurt që askush nuk e dinte që kjo ishte orë diellore, sepse në të gjitha tekstet amerikane thuhet që ky dokument i gjetur në Iliri, kjo plak, është në fakt
ora e stinëve ose pllaka e stinëve me 12 muaj. Askujt si shkonte ndërmend që kjo ishte orë diellore. Sepse gringot kanë vjedhur tekstet nga pikërisht akademikët e tanishëm që ruajnë gjoja këto pllaka në bodrumet e akademisë, ata kanë bërë fotografi të teksteve dhe ju kanë çuar universiteteve amerikane. Dhe po nuk e pate parasyve orën diellore që zbuloi pikërisht zoti Dautaj, askush në botë nuk mund ta kuptonte se çfarë thoshte ky tekst. Dhe mua më shkoi ndërmend që kjo është orë diellore, sepse ishte pikërisht kolona e Hermesit, ajo që përcaktonte hijen e diellit gjatë ditës. Pra dimale nuk do thot 2 vrimat me lesh, sipas grekërve, por kjo është 2 sekste, 2 gjashtat, ose hija e malit para dite dhe hija e malit pas dite. Pra kolona Hermesit që është dimale, ajo që e ndan ditën në 2 pjesë. 6 orët e para ditës dhe 6 orët e pas ditës, në ilirisht ishte disexte. Pra, ky ishte zbulimi im, thjesht nga teksti e kuptova, pa e parë fare orën diellore origjinale të Burhan Dautajt. Dhe tani do t'rregoj unë orën që gjeti ai. Pikërisht, Dautaj. Do mbeteni pa mend, por këtë film do ta shikojnë të gjithë kushërinjtë e mi që se kuptojnë zbulimet e mia madhështore. Pra, unë e pyes inteligjencën kompjuterike, nuk ka fjalë të tillë në greqisht, disexte. Kjo është fjala 6 e shqipes dhe 2 e shqipes, një lloj si fjala 40, 2/20. Dhe vërtet thot inteligjenca kompjuterike që në greqisht është 12 ose 20, 12, dhe nuk ka 2 gjashta në greqisht. Pra, sexta, gjashta, është origjina e fjalës ilire në shqip, e fjalës 6. Pra, ilirët flisin dialektin dorik, gjyshëritan. U provua përfundimisht, pas një lloj dyshimi sot, tani, këtë moment. Dhe tani do t'rregoj orën diellore që gjeti Burhan Dautaj në vitin 1971, atëherë kur botoi artikullin e tij, që është në Akademinë Franceze, do të ishte në Akademinë e Shqipërisë, por të gjitha arritjet e tij pra i ka përvetësuar familja Ceka, e cila duhet dërguar urgjentisht në gjykatën e lartë dhe të dënohet për vjedhjen e madhe që i ka bërë arkeologëve shqiptar, kjo familje e jashtëzakonshme që ka punuar vetëm për Greqinë. Pra, ish ministri brendshëm, Neritan Ceka, ka grabitur punën e arkeologit të shquar Burhan Dautaj. Të dashur shqiptar, merrni frymthell, ky është artikulli origjinal i Burhan Dautajt, ku ai tregon për orën e jashtëzakonshme diellore të gjetur pikërisht në dimale. Dhe ai shkruan: me shumë interes, paraqitet edhe fragmenti një ore diellore. Nga ana e përparme e orës shihet qartë mbeturinat e një shufre bronzi, hija e së cilës binte mbi një sipërfaqe konvekse të lëmuar e ndarë në 12 seksione të njënjëshme, nga të cilat janë ruajtur vetëm 6. Por nga kjo orë dallohen qartë fragmente të një mbishkrimi në greqisht. Orët diellore në përgjithësi janë një nga ngjetjet e rralla arkeologjike. Si i tillë, fragmenti ynë është i pari ekzemplar i zbuluar deri tani në vendin tonë dhe ndoshta në botë. Të dashur shqiptar, ky është fragmenti i pllakës të gjetur poshtë statujës së Hermesit. Është një orë diellore që unë nuk e dija. Amerikanët kanë vjedhur tekstin dhe kanë përvetësuar atë. Është në Universitetin e Ohio's. Kjo është figura nëmër 2 me tekstin në greqisht, por është dialekti dorik që nuk e dinte Burhan Dautaj, dhe këtu thuhet orë diellore, dhe në të majtë është hyu i pillorisë. Në të djathtë është një kapitel korintnik. Pra këtë orë diellore e ka gjetur Burhan Dautaj, por nuk e dinte tekstin. Unë e marr tekstin e vjedhur që e kanë marrë amerikanët, nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, nga familja Ceka, dhe unë e marr këtë dhe e përkthej.
për ju dhe bëj filmin që unë zbulova orën diellore. Por këtë orë diellore pas ka zbuluar Burhan Dautaj, por ai nuk e dinte çfarë kishte aty, tekstin. Nuk e dinte që aty është fjala 6 e shqipes, 2 gjashtat. Pra dimale dhe disekste do thot 2 gjashtat, 2 hijet e malit. Do më thënë hija e malit para dite dhe hija e malit pas dite. Pra sot nga unë, përfundimisht, pas një lloj dyshimi, u vërtetua që kjo është ora e parë diellore në Iliri dhe ndoshta në botë. Modelet të tjera janë bërë tek mesapët në Italinë e Jugut, sipas këtij modeli, por kjo është ora më e vjetër diellore e gjetur deri tani. Askush në botë nuk e dinte që është orë diellore, por e dinte ky sepse dukej me shufrën e bakrit dhe shenjat që ka lënë shufra, që është orë diellore. Në formë rumbullake. Tekstin Neritan Ceka e fotografon dhe ja dërgon universiteteve amerikane. Me shpërblime për këtë gjë, familja Ceka, e kuptoni apo jo? Burhan Dautaj asnjë lloj shpërblimi, zero fare, as familja e tij, dhe duhet të kërkojnë dëm shpërblim tek familja Ceka, familja Dautaj sot, t'i hedhin në gjyq. Menjëherë, të marrim shpërblimin e merituar, familja Dautaj. Këtë zbulim pra ka bërë një shqiptar, Dautaj, dhe ja vjedh këtë një komunist si Ceka. Asnjë njeri s'dinte gjë fare që Dautaj ka zbuluar orën diellore. Mbas rrëzimit të komunizmit, Ceka bën fotografi të gjitha dokumenteve dhe jo dërgon universiteteve amerikane. Unë e marr nga serveri amerikan, e përkthej në anglisht, dhe se dinte njëri as amerikanët që kjo ishte orë diellore, sepse se kishin pllakën, kishin vetëm tekstin, nuk e dinin çfarë do thoshte ky tekst pa pllakën që tregon orën diellore. Dhe unë e gjej pra në faqen e Akademisë Franceze artikullin e Burhan Dautajt, sepse francezët mendojnë që kjo është orë greke. Se din ata që kjo fjalë në greqisht nuk ekzistojnë. 2 sekste, 2 gjashta, 2 zet, 2 njëzeta në Shqip, është 2 zeta. Kjo mënyrë e krijimit me 2 është vetëm në gjuhët kelte dhe në Shqip. E përsëris. Kjo mënyrë e numërimit. Mbaroj, është orë diellore. Pra, këtë film do ta shikojnë të gjithë të afërmit e mi së bashku. Duhet të pinë verë, duhet të gëzohen. Kjo është ditëlindja e ditës së diellit, e orës diellore. Këtë duhet ta kishte zbuluar diella, programi i bler nga Edi Romi. Dhe zbuloi unë. E kuptoni apo jo? Çfarë është diella? Është një mashtrim. S'ka bërë asgjë diella, vetëm justifikon kontratat e paligjshme të Edi Romit, të kryeministit shqiptar. Turpi i madh. Këtë ka bërë diella. Na ka turpëruar neve para gjithë botës, jemi bërë gazi i botës me diellën. Të gjitha zbulimet madhështore i kam bërë unë, për gjuhën shqipe, i kam nxjerr falas në internet dhe po të mos kisha bërë këto filma për ju në botë, askush nuk do e kishte mësuar që kjo është një orë diellore. Pra, përfundimisht, kjo është orë diellore, tekstin e marrin amerikanët, unë e marr nga amerikanët tekstin, e nxjerr që është orë diellore, amerikanët nuk e dinë, lexoj artikullin e Burhan Dautajt në Akademinë Franceze, që kjo është orë diellore. Dhe se di njeri sepse s'është përkthyer në frëngjisht ky tekst, është vetëm në shqip, është i harruar komplet. Botimi viti 1971. Dokumentin, po të doni, do ta gjeni në Akademinë Franceze, kërkojeni. Revista Arkeologjike Iliria. Po kërkojni shpejt se do e heqin, edhe ata, do e fshehin. Për sa kohë është atje, merreni. E fort, e patundshme, e palëkundshme, pra u bindet sot që keni të bëni me një gjeni se pa asnjë lloj figure e kuptova që është orë diellore, vetëm nga teksti. Ju faleminderit për vëmendjen dhe tashti kjo është prova përfundimtare që të gjitha zbulimet e mia janë epokale dhe të vërteta.
Ju faleminderit dhe na ndihmoni po të doni, sepse kjo është akademia e vërtet. Ky kanal televiziv duhet bërë kanal televiziv shtetëror për mendimin tim. Unë nuk dua asnjë të ardhur, unë dua që e vërteta të dalë në shesh. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.